E nderuar gjykat, çështja lidhej me interes publik edhe pikërisht për faktin që hedhen dyshime mbi afera korruptive, kjo është edhe në të mirë të konkurrencës së pandershme dhe konkretisht të mbrojtur nga neni 11 i Kushtetutës, sepse do ta vendosë shoqërinë OTBE, SHA në një raport le të themi më të privilegjuar me kompanitë e tjera që operojnë në po të njëjtin treg. Dhe pra në këtë çështje edhe fakti që lajmi është publikuar, ka marrë vëmendjen le themi të shtuar të publiku, ka qenë interesuar, na bën të kuptojmë që këtu ekziston interesi publik dhe prandaj kanë qenë. Edhe pyetja e fundit për palën paditëse është, padia e paraqitur nga ana juaj dhe kërkimi i masës pezullimit është i vetmi mjet juridik me cilin ju mund të mbroheni publikisht për treguar të vërtetën tuaj dhe për të thënë që ky publikim që ka kryer pala e paditur ju ka canuar imazhin? Vetëm ky është mjeti vetëm juridik që ju keni? Ne donim të zgjidhim rrugën ligjore, e menduam si rrugën më të përshtatshme për të bllokuar publikimet e palës paditëse, për t'i dhënë përgjigje palës së paditur. Mirë, atëherë i jepet fjala palës paditëse për të dhënë parashtrimet e saj përfundimtare. Për sa më sipër u relatua, kërkojmë nga gjykata që të vendosë pranimin e kërkesë padisë të bazuar në ligjet e prova, detyrimin e palës së paditur portalit Veritas Press të paguajë dëmin jo pasuror jashtë kontraktor për shkak të cënimit të personalitetit dhe reputacionit të konsoliduar në vlerën 10 milion lekë. Detyrimin e palës së paditur të publikojë në portalin e tij mediatik një përgënjeshtrim të lajmit të publikuar më parë dhe publikimin e vendimit përfundimtar të gjykatës. Marrja e masës sigurimit të padisë duke urdhëruar pala e paditur të bllokojë përkohësisht hapësirat e publikimit të lajmeve të bëra derisa gjykata të shprehet me vendim të formës së prerë mbi themelin e çështjes ose dhe alternativisht fshirjen dhe bllokimin e përkohshëm të postimeve mbi lajmet objekt gjykimi. Shpenzime gjyqësore dhe avokatore të ngarkohen palës së paditur. Fjala i jepet palës së paditur për arsyet përfundimtare? Po. Si konkluzionin jonë përfundimtar, liria e shprehjes është e garantuar nga Kushtetuta që pa diskutim presupozon ekzistencën e mjeteve të efektive për ta ushtruar në mënyrë të lirë veprimtarinë e saj dhe në këtë kuadër duke marrë parasysh faktin që publikimet e Veritas Press janë të verifikueshme janë të bazuara mbi burime të verifikueshme, duke marrë parasysh faktin që shoqëria OTBE SHA kishte mundësinë të japë qendrimin e saj, duke marrë parasysh faktin që lajmet nuk kanë qenë të fabrikuara nga portali mediatik Veritas Press dhe i kanë shërbyer një interesi publik për një kohë të gjatë dhe si dhe duke marrë parasysh faktin që nuk provohet ekzistenca e 4 kushteve kumulative që legjitimojnë veprimin e paligjshëm, kërkojmë nga ju e nderuar gjykat të vendosim mos pranimin e rrëzimin e padisë në të gjitha pikat e saj. Ju faleminderit. Atëherë do mbyllim të seancë gjyqësore dhe do të rihemi për marrjen e një vendimi. Publikuar lajme duke ngritur nda shoqërisë sonë dyshime për aferat korruptive. Kapacitetet investigative të vetë medias janë ngritur dyshime se këtu ekzistojnë afera korruptive. Ndodhemi përpara një rasti tipik të abuzimit me lirinë e shprehjes, ku e drejta për informim është ndëruar në një mjet denigrimi, barra e provës i takon palës paditëse për të vërtetuar se informacioni publikuar nga ne është i pavërtet. Mendoni se është cënuar interesi i përgjithshëm shtetëror, publik, lidhur me çështjen? Pretendojmë se e paditur ka përdorur terma të rëndë si afera korruptive, pas një vendim gjyqësor zyrtar që të mbështes këtë pretendim. Kjo do përbënte një censur paraprake, cilën do kufizonte lirinë e shprehjes dhe të medias, i cili është gjithmonë në interes publik. Atëherë në përfundim të shqyrtimit të kësaj seance gjyqësore, debati të palëve dhe akteve të administruara në dosje ky trup gjykues vlerëson se skuadra fituese në këtë raund, e cila duhet vijojë për fazën tjetër, është Universiteti Luiq Gurakuqi i Shkodrës. Në fakt, siç e vutë re edhe nga pyetjet që bëri trupa gjykuese ndaj të dyja palët ishin pak a shumë në të njëjtin nivel. Mund të thuhet që në pozicion më komod për të mbrojtur këtë kazus sot ishte pala paditëse, e cila me thënë të drejtën nuk është se e justifikoi tërësisht komoditetin që kishte në padin që kishte ngritur. Së pari, ju duhet të mos i nënvlerësoni pyetjet që ju drejtohen qoftë nga palët kundërshtare, ashtu edhe nga trupa gjykuese. Qëllimi i zhvillimit të një debati gjyqësor është jo vetëm që ju të keni mundësi për të shprehur,
por po të tregoni edhe një lloj zgjuarësie në mënyrë që edhe nëse diçka gjatë parashtrimeve tuaja mund të ketë shpëtuar, mund të mos jetë prekur në mënyrë shumë të detajuar, ose mund të mos jetë artikuluar drejt, nëpërmjet përgjigjeve që ju jepni, të keni mundësi për ta fituar këtë pjesë të parashtrimit edhe për të nxjerrë atë në pa punën studimore që ju bëni me rastin. Në të vërtetë, të dyja skuadrat, mbase është dhe hera e parë që ndoshta ju si universitet e merrni pjesë në këtë format të këtij lloji debati dhe ndoshta dhe eksperienca bën të vetën. Megjithatë, në mënyrë më të përgjithshme, duke i harmonizuar të gjitha dhe mënyrën se si keni parashtruar pretendimet në formë shkresore dhe në mënyrën se si ju paraqitet në këtë lloj seance gjyqësore në këtë rast, vlerësohet që Universiteti Luigi Gurakuqi ishte më bashkëpunues. Ju ishit pak si më të devijuar, do me thënë, u mundoheshit që jo të plotsonit njëri tjetrin, po të bënit pyetje ose të jepnit përgjigje në mënyrën që thjesht vetëm për ta krijuar dhe për ta dhënë atë përgjigje. Ndërsa Universiteti i Shkodrës, Luigi Gurakuqi, ishin më të fokusuar tek mbrojtja e tyre, tek ajo qëllim, atë linjë të mbrojtjes kishin zgjedhur, asaj linje i qëndruan deri në fund. Kështu që për ne, në një opinion të përgjithshëm, duke parë edhe shumë afërsi ndërmjet jush, vlerësuam që më mirë dhe që mund të ketë mundësi për të dhënë një performancë më të mirë në fazën tjetër është ky universitet. Suksese për radhën tjetër.